Vazhdoj me pyetjen e radhës të dashur miq. Përshëndetje doktor, jam një 54 vjeçar dhe kam kryer një bypass në zemër. Dua të pyes se nga kjo ndërhyrje që është bërë, a mund të përsëritet përsëri bllokimi i gjakut? Po, përgjigjja është e thjeshtë. Bllokimi që ka ndodhur, sigurisht e para punës mund të ndodhi në një enë tjetër të gjakut dhe ato duhen ruajtur mundësisht në gjendjen që janë, por edhe vetë bypassi nuk është asnjëherë i garantuar që do qëndroj gjithmonë i hapur. Bypasset janë të llojeve të ndryshme, pra ai grafti që merret ose arterie, të cilat kanë një qëndrueshmëri më të lartë, pra janë më të forta si e gjaku, kanë një garanci më të madhe që rrinë të hapura, ose mund të merren bypasse venoze. Venozet kanë për fat të keq një mundësi shumë më të madhe për të mbyllur. E mira, si më thënë, është gjithmonë kur bëhet ajo që ne i themi në gjermanisht, po them si shembull, lima of riva. Do të thotë arteria mamare e anës së majt, arteria mamare merret, domethënë siç është në gjendjen e saj natyrale, nuk është se shkëputet komplet si arterie, por merret, domethënë i ndryshohet drejtimi dhe lidhet me enën e përparme të enës së gjakut. Kjo është një situatë shumë e bukur, sepse imiton atë fiziologjin. Gjaku vjen, siç e ka rrugën e tij, është për të ardhur këtu në gjoks dhe kirurgu e fut në enën e gjakut të zemrës. Kjo është një zgjidhje shumë e mirë dhe këto e gjaku kanë shumë qëndrueshmëri. E dyta, mundet ena e gjakut dhe vetë bypassi, në qoftë se mbyllet, nuk përjashtohet mundësia që dhe nëpërmjet koronaro-angiografisë të hapet me anë të stentit. Pra nuk është asnjëherë, nuk duhet të kenë merak nga këto gjëra. Ajo që mund të bëj vetë pacienti janë ato që quhen pjesa konservative e faktorëve të rrezikut për sëmundje kardiovaskulare, që do të thotë çdo pacient që ka bërë bypass, nuk mund ta kuptoj një pacient që ka bërë bypass dhe vazhdon pi duhan akoma. I them të gjithë pacientëve që bëjnë stente, bëjnë gjëra këtu që janë duhanpirës, nëse do vazhdosh me këtë punë, e ke të sigurt që do ritakohemi. Dhe unë e di, unë me këta pacient ritakohem gjithmonë. E dyta është kontrolli i rregullt i yndyrnave në gjak. Dhe kontrolli i rregullt i yndyrnave në gjak do të thotë që për pacientët të cilët kanë pasur një bypass, kanë një sëmundje ishemike të zemrës, duhet LDL-ja nën 55 me mjekim. Nëse ka mjekim, edhe mjekimet kanë hap pas hapi, por të arrihet kjo 55 te pacientët të cilët kanë stent, kanë bypass. Numri 3 janë ato gjërat suportive të zemrës, për shembull hipertensioni. Hipertensioni ndikon gjithashtu e vë shumë në stres sistemin kardiovaskular dhe vetë zemrën, sigurisht. E mjekimi i hipertensionit gjithashtu bën që ato enët e gjakut mos ta humbasin atë elasticitetin. Pra në një farë mënyre e parandalon një bllokim të enëve të gjakut. E tjetra që mund të bëj pacienti, marrja e rregullt e mjekimit, mjekimit të cilët ja ka dhënë në varësi të operacionit dhe sëmundjet shoqëruese që ka pacienti, ka dhe stent, s'ka stent, se shumë pacient kanë dhe bypass dhe stent, mjekimi me aspirinën, këta pacient e kanë gjithë jetën. Për pacientët të cilët marrin hollusit e rinj të gjakut, hollusin e rinj NOAC, po them Rivaroxaban, gjithë jetën.
është shumë i rëndësishëm. Ata që kanë dhe stent, kanë dhe plus mjekimin e stentit, po them për 6 muaj ose për 1 vit në varësi të stentit që kanë. Pra këto gjëra të cilët i ka vetë në dorë pacienti, pse jo, shumë të rëndësishme për t'i bërë. Por për fat keq, as vetë bypassi nuk është imun nga mbyllja, mundet të mbyllet. Janë shpikur gjithashtu edhe materialet huaja që vjen domethënë nga aorta, po them, dhe kapin atë enën e gjakut. Edhe vetë këto pajisje mundet që të mbyllen. Kështu që për fat keq, kështu është, si tubacione.